Edhe ma të arsyeshme e pam në me t'i dhonë tyje 2150 euro, se sa me njëllos familjen tonë edhe krejt qashin. Se bre mi dhave parët, bre pave se jam gabi. Ha? Meri. Haxhi. Haxhi. E pash në sinceritetin tanë se ti e gabim, po i sigurt në veti se ke lënë amanet dikun. Pikë pari nuk lesh e ti me ta spjegu se gabim je, ose me të ndihmu ti se ku qysh tek. Edhe ma të arsyeshme e pash me t'i dhonë na parët, se me një los pikë pari familjen tonë që i kemi 5 dyqane në Qashi. Ma shumë se 35 vjetë. Po me qindra vjetë që është Qashia e Shkupit, kur një tradhti su ka bo. Një hajni su ka bo, një vjedhje su ka bo, një mashtrim, një gram su ka bo. Me një familje ndodhin mosmarrveshje. Qashia është sa një lagje e Shkupit, dyqani ka. Me një lagje të sa problemet i ki. Kur në Qashi probleme s'ka pas. Kur mosmarrveshje s'ka pas. Edhe ma të arsyeshme e pam në me t'i dhonë tyje 2150 euro, se sa me njëllos familjen tonë edhe krejt Qashin. Allah i trujt Haxhi. Zdi që ka me thonë qërëse. Gani ju më shatar të embi. Mos të ngotni. Se gabojmë, kemi bo do vjetë. Po edhe mirë me pas, nuk na i zonë shpijës as jashta shpijës. Po elhamdulillah që lova njërit meqëm. E zdashti me kallë zjarmin. Po me pas që luvret dikan. O, në kishkorit vjetë që kemi kalu me nderë të rishti. Zoti i rujt tregtarët, i rujt edhe familjet që u shqenë me halal.